Mbani ullinj në shtëpi dhe i përdorni në këtë mënyrë. Nuk do vuani kurrë nga këto 3 probleme. Nëse dëshironi të konsumoni produkte të shëndetshme dhe me vlera të larta ushqyese, njihuni me arsyet pse duhet të konsumoni sa më shumë ullinj në dietën tuaj. Janë ndër ushqimet më të shijshme të sezonit dhe i sjellin një sër përfitime shëndeti. Sipas Brightside, në këtë video do të rendisim përfitimet kryesore që do të merrni nga konsumi i ullinjve në mënyrë të përditshme. Ullinjt të mbrojnë enët e gjakut dhe forcojnë sistemin tuaj imunitar. Ullinjt, sidomos ato të zinj, janë të pasur me antioksidantë jashtëzakonshëm që veprojnë si pastrues i trupit, duke shpëtuar nga shumë substanca të dëmshme. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe. Do të na ndihmonit shumë. Ata e ndihmojnë trupin tuaj të nxjerrë jashtë kolesterolin në mënyrë që të zvogëlojë rrezikun e shfaqjes së sëmundjeve kardiovaskulare. Ju ndihmojnë gjithashtu të humbisni në peshë. Ullinjt të përmbajnë yndyrna të mira, ato të cilat trupi ynë ka nevojë. Këto yndyrna nuk akumulohen në stacione yndyrore, kështu përdorini dhe konsumojeni në mënyrë që t'ju ndihmojnë të humbisni në peshë. Ullinjt janë një shtesë e jashtëzakonshme për një vakt ose në mes të ngrënies, sepse do ju mbrojnë në mënyra të shëndetshme. Ju lehtësojnë dhimbjet dhe ulin inflamacionin. Si ullinjt, ashtu dhe vaji i ullirit përdoret edhe për shkak të antioksidantëve të fuqishëm që kanë për vlerat që ofrojnë shëndetit. Ullinjt gjithashtu përmbajnë një përbërës të tillë si oleokantal. Ky përbërës është karakterizuar nga shija e tij e hidhur dhe vetitë e tij të forta antiinflamatore. Ullinjt janë të rëndësishëm për flokun dhe lëkurën e shëndetshme. Ullinjt dhe vaji i ullirit kanë ndikime të mahnitshme në trupin tonë. Ato përmbajnë sasi të mëdha të acideve yndyrore omega 3. Këto acide ushqejnë, ju mbrojnë dhe hidratojnë lëkurën dhe flokun tuaj. Përmbajnë vitaminën E, e cila e mban lëkurën edhe të mbrojtur nga rrezet ultraviolet. Vaji i ullirit e ushqen lëkurën gjithashtu dhe flokun tuaj. Përmirësojnë edhe sistemin tuaj tretës. Ullinjt janë një ushqim i pasur me fibra, të cilat janë të nevojshme për funksione normale të sistemit tretës. Vitamina E dhe yndyrnat e pangopura pastrojnë zorën nga radikalet e lira. Një filxhan me ullinj të zinj përmban 17% të marrjes ditore të fibrave që ndihmojnë në përshpejtimin e procesit të ushqimit dhe gjithashtu edhe në shpërndarjen e tij. Ullinjt klasifikohen në fruta me bërtham të njëjtës familje botanike ku përfshihet qershia dhe pjeshka. Ullinjt jeshil mblidhen në fillim të sezonit të vjeshtës, ndërsa të zinjt kur ato janë të pjekur plotësisht. Të dyja llojet konsiderohen të pasura gjithashtu me yndyrna të shëndetshme për organizmin. Gjithashtu, ato do t'japin një sër përfitimesh në mbrojtjen e shëndetit në betejën kundër komplikacioneve të tij. Në këtë video, sipas Steptuel, do të rendisim disa nga përfitimet kryesore që do të merrni nga konsumi i ullinjve në dietën tuaj në mënyrë mjaft të rregullt. Do të përmirësojnë ndjeshëm shëndetin tuaj të kockave. Një studim i fundit sugjeroi se vaji i ullirit mund të parandalojë humbjen e masës kockore, ndaj edhe konsumi i tij në mënyrë të rregullt do të jetë një aleat i çmuar i shëndetit të nyjeve. Ullinjt janë në ndihmë për organizmin edhe kundër kolesterolit të keq. Acidet yndyrore të ullinjt ulin kolesterolin e keq dhe riskun e problemeve të tij, ndaj përfshirja e ullinjve në dietën tuaj sigurisht që do të jetë një element i çmuar shëndetësor në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Ullinjt gjithashtu do të ndihmojnë në lehtësimin e dhimbjeve në trupin tuaj. Studimet kanë treguar se ullinjt ndalojnë zhvillimin e enzimave përgjegjëse për shfaqjen e inflamacionit gjithashtu edhe të dhimbjes. Ato janë të pasura me antioksidant. Ullinjt janë një burim i shkëlqyeri biofenoleve. Këto antioksidant arrin të parandalojnë akumulimin e kolesterolit në enët tuaja të gjakut. Ullinjt janë të pasur gjithashtu me bakterie të mira për stomakun. Ullinjt përmbajnë lactobacillus, një nga bakteriet më të mira për stomakun. Sa më shumë bakterie të mira të keni në stomak, aq më mirë do të jetë tretja dhe aq më pak inflamacion do të keni në organizëm. Ullinjt janë efikas kundër problemit të rrullave. Ullinjt përmbajnë acidin oleik që e mban lëkurën të butë dhe të shëndetshme.
Në fakt, ngrënia e ullinjve përmirëson paraqitjen e lëkurës dhe largon rrullat me të paktën 20%. Ullinjt ulin rrezikun e diabetit dhe të mbipeshës. Këto fruta me bërtham janë të pasura me yndyrna mono të pangopura dhe ulin rrezikun e shfaqjes së diabetit të tipi 2 dhe mbipeshës. Kjo e mirë vjen nëse konsumohen ushqime me yndyrna dhe zgjidhni ullirin dhe nën produktet e tij. Do të ulin oreksin e tepërt. Ullinjt të përmbajnë acide yndyrore mono të pangopura që ngadalësojnë tretjen dhe stimulojnë hormonet që janë përgjegjëse për informimin e trurit se jeni të ngopur. Konsumi i ullinjve është shumë i rekomanduar sa më shpesh të jetë mundur. Kryesisht ato të përgatitura vetë në shtëpi do t'japin rezultate fantastike edhe në zgjidhjen e mbrojtjes së shëndetit tuaj. Ullinjt janë fruta të pazakonta për shkak të përmbajtjes së tyre të lartë të yndyrnave. Yndyrnat e tyre janë të bollshme dhe acidi oleik i cili mund të ketë disa përfitime shëndetësore. Mund ta mbajnë gjithashtu trupin të mbrojtur edhe kundër këtyre komplikacioneve. Ullinjt janë në një burim i mirë i vitaminës C, hekurit, bakrit dhe kalciumit. Ato gjithashtu mund ta mbajnë sasinë e lartë të natriumit nëse paketohen me ujë të kripur. Ullinjt janë veçanërisht të pasur me antioksidant duke përfshirë këtu oleo-europien, gjithashtu trisolin dhe acidi oleik dhe quercetin. Ullinjt kanë përfitime të mira për shëndetin tuaj. Ullinjt janë elementi kryesor i dietës mesdhetare, janë të lidhura me shumë përfitime shëndetësore veçanërisht për shëndetin e zemrës dhe parandalimin e radikaleve të lira në organizëm. Antioksidantët dietik që gjenden te ullinjt kanë treguar se zvogëlojnë rrezikun e sëmundjeve kronike të tilla si sëmundjet e zemrës dhe radikalet e lira. Ullinjt janë të pasur me antioksidant me përfitime shëndetësore duke filluar që nga luftimi i inflamacionit deri te zvogëlimi i rritjes së mikroorganizmave. Kolesteroli i lartë i gjakut dhe presioni i gjakut janë dy faktorë rreziku për sëmundjet e zemrës. Acidi oleik, acidet kryesore yndyrore në ullinj, shoqërohen me përmirësimin e shëndetit të zemrës, mund të rregullojnë nivelin e kolesterolit dhe të mbrojnë kolesterolin e keq nga oksidimi. Për më tepër, disa studime vërejnë se ullinjt dhe vaji i ullirit mund të ulin gjithashtu edhe presionin e gjakut. Osteoporoza karakterizohet nga masa e zvogëluar e kockave dhe cilësia e dobët e tyre, të cilat mund të rrisin gjithashtu rrezikun për fraktura. Shkalla e osteoporozës është më e ulët në vendet mesdhetare, ku pjesa më e madhe e tyre përdorin ullirin dhe vajin e tij për të forcuar shëndetin e nyjeve. Vaji i ullirit dhe ulliri si frut mund t'japin rezultate fantastike për mbrojtjen e shëndetit tuaj kundër radikaleve të lira. Ullinjt dhe vaji i ullirit konsumohen zakonisht në rajonet e mesdheut, ku nivelet e radikaleve të lira dhe problemeve kronike janë më të ulta krahasuar me ato vende që nuk e përdorin ullirin. Gjithashtu, ullinjt tolerohen mirë nga shumica e njerëzve, por duhet të përdoren në mënyrë të kujdesshme, sidomos nga ata persona të cilët kanë një intolerancë të ulët, gjithashtu edhe nga sasitë e tepërta të kripës që ato mund të përmbajnë. Ullinjt janë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për organizmin. Ato mund të përmirësojnë shëndetin tuaj të zemrës. Shumica e planeve ushqimore të shëndetshme inkurajojnë përdorimin e vajit të ullirit si vajin e preferuar për gatim. Vaji i ullirit gjithashtu përmban acidin oleik, i cili potencialisht mund të rrisë kolesterolin tuaj të mirë, të ulë presionin e lartë të gjakut. Mbushja e ullinjve mund të jetë një lëvizje e mirë për zemrën tuaj, pasi ullinjt gjithashtu përmbajnë edhe acidin oleik. Përfshirja e ullinjve në dietën tuaj do të jetë një mundësi e shkëlqyer e cila ju ofron edhe yndyrnat e shëndetshme. Dieta ushqimore e lavdëruar mesdhetare promovon ngrënien e yndyrnave të shëndetshme, duke përfshirë këtu ullinjt si dhe vajin e ullirit. Yndyrnat kanë gjithashtu shumë kalori sesa karbohidrate ose proteinë, por kur bëhet fjala për shëndetin e zemrës, lloje të ndryshme të yndyrnave që hani janë më të rëndësishme se sasia e konsumit të tyre. Ndaj ullinjt mund të jenë një zgjidhje shumë e mirë në rastin tuaj, citon eksperti sipas Study Health. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.